Ju përshëndes të gjithë kolegë asamblesë, kryetar I nderuar Valerio Breza. Sipas konstatimit që kemi për me procesuar njëherë me fillimin e mbledhjes së Kuvendit Komunal. Korumi është I mjaftueshëm, pra fillojnë të hapin punimet e mbledhjes së dytë të Kuvendit Komunal për vitin 2026. Atëherë sipas materialit që e kemi pranuar të gjithë kësaj, kemi 16 pika të rënd ditës dhe 2 pika tjera shtesë të rekomanduara nga Komiteti për Politinë dhe Financë. Pa humbur shumë kohë për lexojmë pikat e rënd të ditës, po nim me një herë të seancë, e pastaj për të lexuar pikat shtesë dhe me procesuar për vazhdim. Pika parë e rënd të ditës është vetimi antarës së re të Kuvendit të Komunës së Kosovës. Pika e dytë është aprovimi I kësaj procedure nga mbledhja e Kuvendit të Komunës së Kosovës me datën 22 janar 2026. Pika e tretë është pyetje dhe përgjigje parlamentare. Pika e katërt është propozim për saktimin e lokacionit për ndërtimin e qendrës kryesore të mjedisit familjar Dr. Fatmir Krasiqi në Kosovë. Pika e 5 është propozim për shpalljen e interesit kozlik për ngasat katastrale në zonën katastrale të territorit të Komunës së Kosovës. Pika e 6 propozim për ndihmë financiare të personave me autizëm dhe sindromin Down. Pika e 7 raporti auditimit jashtëm për pasyrat financiare vjetore të Komunës së Kosovës për vitin 2024. Pika e 8 raporti auditimit të performancës në procesin e lejeve ndërkombëtare në Komunën e Kosovës. Pika e 9 është informuar performancën komunale në vitin 2024. Pika e 10 propozim për shqyrtimin e projektit vjetor të punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2026. 11 propozim për themelimin e Komitetit për Komunitete. 12 propozim për themelimin e Komitetit për Zhvillim Ekonomik. 13 propozim për themelimin e Komitetit për Planifikim Urban, Katastër, Shërbime Publike dhe Mbrojtje e Mjedisit. 14 propozim për themelimin e Komitetit për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport. 15 propozim për themelimin e Komitetit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale. Dhe 16 propozim për themelimin e Komitetit për Bujqësi dhe Ujëra. E 17 është të ndryshme. Sipas rekomandimit nga Komiteti për Politikë dhe Financa, I kemi 2 pika shtesë të propozuar nga ky komitet. Kemi propozimin për procedim të shqyrtim të Kuvendit të Komunës të propozimit për shqyrtimin e kërkesës numër 01152 të datës 10 shkurt 2026 për mbulimin e shpenzimeve të varrimit për vitin 2026. Si dhe pika tjetër është propozim për shqyrtimin e regimit komunal për sigurim në bashkësi për mandatin zgjedhor 2025-2029. Rekomandimin për lexoj si vjen. Për procedim shqyrtimin në Kuvendin e Komunës, për themelimin e Këshillit Komunal për Sigurim në Bashki për mandatin 2025-2029, në përbërje si vjen. Valior Breza, kryetari I Komunës, Bekim Zovjani, komandant I stacionit policor, përfaqësuesi I Këshillit të Bashkisë Islame, përfaqësuesi I Kishës Ortodokse Serbe, përfaqësuesit e komunitetit Ashkali Egjiptian Serb dhe Ram, është Adriatik Zeshiri, drejtor për arsim, Lizian Mjeku, drejtori për shërbime publike dhe mjedis, Ejup Qyqalla, përfaqësuesi emergjencave civile, një përfaqësuesi EOSB-s, nga një përfaqësuesi KLSB-s, Lilita Bermisholli për Breza, zyrtare për Barazi Gjinore, Slajana Lazic, shefja zyrës komunale për komunitete dhe këtim, kryesuesi I Komitetit për Komunitete, nga një përfaqësuesi mediave, bizneseve, personave të kufizuara dhe shoqërisë civile. Këto janë për 2 propozimet shtesë që kanë nga si rekomandim nga Komiteti për Politikë dhe Financa. Atëherë për momentin nuk kam propozime të tjera, por unë po hapi diskutimin nëse dikush ka diçka më shtu për pika shtesë ose më shumë diçka në këto pika që unë paraqitet para isa. Kosovar, lëvizja vendosë jo, Liga Demokratike, po lava. Shëndetje komitar, kolegë shëtar. Këtë rrëtë e gjithës një të unë parim në rrëtë e gjithës se në teknisë se sekretarë, po ashtu edhe me 2 pikë shtesë. Kemi ka shumë që apëtron, por e kemi edhe një pikë e
cila konsideruam që është ende e papërsuar dhe po të bëjmë me plotësimin e Komitetit të Politikës dhe Financa me emrin nga subjekti i unë të Demokratisë e Kosovës dhe këtoj pasi që ka mbesi pikë e papërfundime mbledhjes fundet, rëndon praktikat komuna tjera janë që pikat e papërfundume zakonisht në fillim se ondëse nuk është që po diskutim ashtu, është një emën nëse me ndërmarrë nëse se kanë atëherë vazhdojmë të udhëheqim. Do të thonë se niso keshë qohë, kërkojnë që pika për plotësimin e efektimin për themellimin e komunitetit të jetë si pikë e tretë e rendititës në mënyrë që tani mu shtjellu temat e rendititës dhe të raport në së. Faleminderit. Përshëndetje dhe Asamblees, të praneshëm drejtora, ne shtamë ndërlidh me propozimin e LDK-s, parimisht ne jemi për me procesu me këtë pikë, por mendojmë që me qenë se komitetet janë si pikës 11-16, mëne me propozu, ideja jonë është që me qenë si pikë e fundit, dhe mësë me votu të njerë komitetet dhe me ponë se një vazhdimësi e të pak të komitetet. Okej, faleminderit. A jeni dakord për këtë propozim ose në takimimin e propozimit prej kosovarëve ne ishim me procesu. Andaj është një është teknikalitet cilin kemi me kalu për shkak se i takon antari e Lidhjes Demokratike të Kosovës se do të kanë probleme që jep një emrin kur vjen koha e kësaj. Atëherë kështu. Ne vendosëm pra pikën e 12 rendititës si plotësim i antarit të komitetit për politikën e financave nga Lidhja Demokratike e Kosovës, por në sqarim duhet patjetër me dhënë para jush. Në seancën e kaluar kërkuam që me plotësu të numër edhe për me ju i që këne detajeve për plotësim të antarëve të komitetit. Nuk e patëm një kuptimin prej Lidhjes Demokratike të Kosovës për me plotësu me kohë. Ne dim s'po i kthejmë në historisë, por kështë qenë mirë që kur ka qenë koha me plotësu. Megjithatë ne kemi dërgu në apeleja ka këtysit kompletuar dhe që është në rregull Komitetin për Politikë e Financa. Që ta kërkojshëm dhe lidhën e kaluar, por nuk hasëm në mirë kuptim, po shpresoj që hera tjera kemi me qenë ma shumë bashkëpunus, edhe mi të kalu këto lengesa procedurale të panevojshme. Mirë, atëherë, kështu, si pika 12 e rënë të vitit të zhvendosën plotësimi po, e qesim dhe një komplet edhe me propozimet e komitetit, po. E 12. Atëherë, me të gjitha po, me kemi folën. Po, PDK-s. Po, Mirxhan Koçi, Shumë të shëndetit personalisht, për këtë anëtës, me të ashtë në rotit në armëdronë, po në këtë qëllurë me në valë kemi të kjesë, që të në imi komitetit e tjera, antari ju në të komitetit për Komitetit për Zhvillim Ekonomik, të zavendësuar të hjeket nga Komitetit për Zhvillim Ekonomik të bojën të Komitetit për Asemin për arsye se këto komiteti janë dy komiteti që kështë në gjëra të rëndësishme, Komiteti për Arsim, për kur një nësëmër ka dhe Komiteti për Shëndetësi. Për kërën valot të faksurin të Nderuari kryesues, nderuari kryetar, të nderuar kolegë asamblees. Unë vetëm sa me qenë korrekt me ty kryesues, dhe ka të bëjmë me ty personalisht. Për 4 vite rresht nga opozitës që kemi qenë, se edhe kemi prut pika jashtë rani ditës i kemi kundërshtuar. Dhe është paradoksale sot një gjë që e keni kundërshtu për 4 vite, sot po veproni të njëjtën gjë. Po sjellni pika të rani ditës jashtë rani ditës. Dhe është mirë që rani ditës ta shetutje mbi bazën e planit punës që e kemi, të bëhet me kohë dhe t'i vjen asamblistave me kohë se çdo pikë e rani ditës që vjen jashtë rani ditës, asamblisti ka me pasë. Të nashëm kolegë asamblees, vazhdojmë në komitet, komisione ka po për indikimin, atër në komisionet të Përshëndetje të të gjithë anëtarëve të vendit. Me datën 10 2026 është marrë vendimi i KQS-s për zonën Besaka të Gjakut
cila e zbatëson zonin Kasile Kusnat. Ne si komision verifikuar listën e KQZ dhe vendimin e datës 2/2026. Andaj është vlerësuar kushtet ligjore për leximin dhe nënshkrimin e deklaratës së vendimit të raportit. Shumë për konstatimin. E të antarën e re të vendit, besot të shatë raport, është besoj që jemi në emisionet, se në kërone për vendit, në bëhë suksese, vazhdo me leximin e vendimit. Sa për shalim, në fund, të teksohet fjolla këtë. Faleminderit. Unë sa ka sa gjakë betohen, se do të kryeme në derë, beznikli, banime e mendegjegje, dhe si pas ligjit e tyra dhe do t'i ofrej autorizimet e mija si antari kuvendit të komunës së Kosovës në mënyrë të siguron kushtet për jetë të qetë për të nëzet betohen. Dhe suksese për këtij momenti, ki të drejtë të vote, për pika dhe atëherë, këtë diskutimi ka shtarë në lidhës, po që të rejtë për pak. Faleminderit shumë. Kalojmë te pika e dytë e rendit të ditës, që është aprovimi i ekstraordinarë të procedurës verbalit nga mbledhja e Kuvendit të Komunës së Kosovës së datës 22 janar 2026. Atëherë po hapim diskutimin në emër të lëvizjes vendosje. Nëse e më disa vejtë, se sa këtë dhe zina shishu proces verbalin, ka disa mungesa në dialog. Që s'jam inkorporuar brana proces verbalin, parimisht e votojnë apër. Me ato përmirësime. Mirë, rekomandimi i është që me u plotësu ato çka nuk janë inkorporuar brenda procesit verbal. Mirë, faleminderit Kosovar, Lidhja Demokratike. Se e linjeta arsye, parimisht e votojnë, pasi që ja dim hallin kryetare, edhe dim sa të vështirë e ka me shkru atë proces verbal, mirë po ka një herë në mënyrë të caktuar mos përputhjen me ato që na kemi fol, po që janë nënë ca doga, nështë nuk u bujnë alimin, që është mirë që për të ardhmen në stoma pak më mënu me i përteru këto devime për asoj që ka na mëna në punë. Faleminderit shumë Dorat. Në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, apo Ne parimisht e votojmë me disa vërejtje që i kumë vonë, sidomos në pika 15 kohë devim komplet të fjallia ime, e kumë dërgu me vërejtje. Nëse që do të me edhe prasë. Faleminderit shumë po paketën. Dikush tjetër ka diçka me shtu diçka rreth tekstit? Jo, atëherë me rekomandime për ndryshime, plotësime, përmirësime brenda tekstit, përmbajtjen e procesit verbalit, e hedhëm në votim, kush është për? Po, ako kundër sa për procedurë, abstenime s'ka, konstatojmë që është aprovuar sa të procesit verbalit nga mbledhja e Kuvendit. Pa unë bërko, vazhdojmë në pikën e tretë e rendit të ditës, që është pyetje dhe përgjigje parlamentare. Fjala është të ju asamblejës të nderuar, laureati Bukalaju i pari, Dandonja, Migjeni, Baloni, Josa, po edhe Rademon. Faleminderit Jezus. Pika pyetje dhe përgjigje parlamentare kryetari në të popullit s'është as më kryetari. Thejet shpejt. Shpresoj që unë mos me këtë intereson, janë në këtë prapë një duke pyetje. Do me lonë ka fundi, Nëse janë drejtorat, s'ke kisha me bu pyetja. Nëse do të një dritu, thejnë asani do një, e bojnë anë këtë farë. Përgjësimi në kërë këtë farë. Përgjësimi drejtorat, i kemi këto, që kërësër që të Problem me lexu materialin, ka me pas problem me shqyrtuar dhe ka me pas problem me pas se si me vendos për kita zel me atë tip trajnitis. Andaj është kërkesë ime që do të bëhet praktik në mbledhje të tashme, sepse keni qenë të zgjodhshëm që pika të ranititës, madje edhe nuk I keni votu jashtë ranititës, është mirë që të njëjtat mos t'i sillni ose mos të veproni njëjtë që keni kundërshtuar.
Përndryshe, sa i përket pikave të rendititës, është një rend i madh i ditës, por megjithatë është kryesisht teknike dhe mendoj që kena mjaftuar shumë shpejt në çështje teknike. Edhe nuk jemi kundër as praktikës rendititës që ka të bëjë me Këshillin e Bashkisë Islame, por as nuk jemi kundër me pikën tjetër që ka të bëjë me siguri për në bashkësi, por jemi kundër nëse vijnë jashtë rendititës. Çfarë do pikë është rendititës? Faleminderit. Literalisht kemi qenë në koalicion me Kushtetin Italian për një fatë tjetër, edhe i ke posë domandot të tjera para këtij mandati, edhe s'ke mund të ndryshu që të fortë. Normalisht që ne kemi të ndërshtu ato që kanë ardhur ato për të aty, por sot i pika të rendititës edhe material ka ardhur si rekomandim nga Komiteti për Politike e Financa, i cili është edhe ligji i mundson që me pru rekomandimet e tij. Bile, Komiteti për Politike e Financa mund me anullu krejt pikat e rendititës, edhe vjen si rekomandim që asnjë s'e mbështesin. Për ashtu kështu që kjo nuk është jashtë procedurave, sepse komiteti ka zhvilluar punimet, e kemi bërë punimet, ju keni qenë anëtarë të komitetit, keni qenë pjesëmarrës në atë mbledhje, edhe jeni njoftuar direkt me të pika shtesë të rendititës, edhe po besoj që nuk ka nevojë problemi se kjo gjithçka në rregull. Por nëse vijnë pika të rendititës sot pa u trajtuar në komitet, atëherë në një aspekt të drejtë në këtë drejtë që të edhe, faleminderit shumë. Drejtori Ademi ka të përfilon... Një replikë shkurt. Po, patjetër. I nderuari kryesues, sa për sqarim, është mandati i 4 dhe për 2 mandatet kaluara për 8 vite kam qenë në opozitë. Vi nga Partia e Drejtësisë dhe mandatin e tretë me një vot, me një asamblesë lidhje demokratike, ekzekutivi në kohën e Korin Berishës, ka vendosur që më mbo kryetar kuvendit, për cilën jam falenderus, që ma ka dhënë atë mundësi që me qenë kryetari i kuvendit. Të më heq me kuvendin dhe mendoj që ja ku ndonë shumë mirë me më heq me kuvendin, më qenë një shembull, dhe gjithmonë më kemi thurë lavdata dhe ju si kryesues në raport me udhëheqjen e kuvendit për shkak të unitetit që kom bërë në kuvend. Dhe jam krenar ma pjesë time që kom udhëheq, jam këtu për secilin gjetje që ju menoni që kom udhëheq keq, me ma thonë edhe zyrtarisht edhe jo zyrtarisht, sepse mendoj që u qenë shembull i mas luftës si kryesues i kuvendit në raport me kuvendin. Me ekzekutivin s'kum pas në marrëveshje, s'kum pas në drejtori, pra kemi udhëheq me kuvendin për të thonë ma mirë bashkarisht, edhe me ty se ke qenë asamblesë, edhe me vetëvendosin, edhe me Ligën Demokratike, edhe me Partinë Demokratike, edhe me listën, edhe me aleancën, edhe me komunitetet dhe kem kaluar jashtëzakonisht mirë. Mirë po, e vërteta duhet thonë kryesues. Për 4 vite, pikat e rendititës që i kom sjell jashtë rendititës, përfshi që i kom kalu edhe përmes Komitetit për Politikë dhe Financa, siç e the këtë gjë që në bazën e procedurave kemi shku në mënyrë të rregullt, ju vetë personalisht nuk i keni votu këto pikat rendititës sepse keni konsideruar që janë ardhur jashtë rendititës. Dhe unë nuk thash asgjë, vetëm thash që në të ardhmen, nuk thash që keni shkel në keq, nuk thash që keni bo keq, është mirë që keni prue, po vetëm e të heka një paralele që mos me vazhdu, me qenë paradoksal me ato që a keni thonë marrë kundërshtim me veprimet e juve sot si kryesues i kuvendit. Kjo ke ideja me gjitha, që ju me vazhdu ato që e keni pas mirë, edhe unë kom konsideru që e keni pas mirë, sepse pikat e jashtë rendititës kur vinë ato mbrana ditës, është problem një zbërtuje, dhe me drejt keni kritiku ju kom shtetën, mirë po kom konsideru që kanë qenë pika të nevojshme, në dobi të komunitetit, e që edhe sot konsideroj që është pike nevojshme dhe në dobi të komunitetit Këshillit Bashkisë Islame, siguria në bashkësi, vetëm apelova që për rradhave tjera jeni më të kujdesshëm, me qëllim që ato që i keni kundërshtuar mos t'i sjellni sepse ju vetë nuk i keni votuar. Ç'kjo, as më shumë as më. Faleminderit. Zotëra Lesmoriti,
Prapë, ky debat nuk përfundon kurrë, unë jam vazhduar pafundësisht këtë informatune, po prapë po thotë që jemi qenë antarë atë komiteti, i ke përcjell materialet, ke diskutuar vetë për secilin pikë shtesë, materiali ka ardhur, prandaj në shkollë komiteti, në politikë e financa, ko ka qenë mjaftueshme për të lexuar paragrafët propozime edhe materialin që është ardhur në ta, kështu që mirë, na kanë herë duhet me fol kemi çka me fol edhe për opinionin me tregu diçka, po në rregull e morëm këtë shqetësim tuajin, po besoj që hala nuk na veshët si problem kjo. Çka ti e tha, po me këtë respekt. Nuk e thash si problem. Nuk e thash si problem, mos me qenë korrekt, e thash një të vërtet. Në rregull, faleminderit. Në që nëse jemi në fillëm se unë se përdo që për shoqe parimbore, është mirë që nëse në pas pika shtesë në ditës, zakonisht e drejta për në pas pika shtesë që kanë edhe vetë asemblisë, po edhe institutive, por të pika e kryrën atë të shpërim vetëm që kanë një urgjencë. Pika shtesë, përsa i përket volimit që të në zbarimit, po vrejë se dote në protokollet e koma 10 shkurt që vjen 26, praktikisht në edhe ftesën për të sanë që kemi marrë për të njëtë ndi. Prandaj, mundësi që kjo material lidhje me këtë tipë të ditës mënarë të sekretarisë të guvernit të nevojshme, për mes të kriju arsyeshmërinë lidhje me pikën shtesë për këtë shqyrtim. Prandaj, sot do të përkratë dy pika shtesë, por në sanë të tjera, do të përkratë në mëtnisë në zbofes që vetëm ato pika që kanë urgjencë mund me pranu dhe këtë materialin është i kompletu. Sot, po thëmë kjo pikë nuk ka kurfar arsyeshmëri edhe në qenë pikë shtesë, sepse ka mund të nga përku me data në vetë shkurt, njëjtë ditë për në ka ordove mesazhe për mbajtjen e seancës. Është një material që nuk është i kompletuar, ka disa propozime të cilat në fakt kanë një lidhje buxhetore dhe është dashur të jenë pak më të detajzuara dhe në mënyrë që ne të marrim një program të jetë koshte i konsiderueshëm. Domosdoshmë mirë, po i pa kompletuar. Kështu që sa të përkroj hera të tjera vetëm ato pika që paraqisin në urgjencë ku në më përkrojën e nisjes. Faleminderit. E kemi propozime për plotësimin ose ndryshimin e përbërjes së anëtarëve të komiteteve, edhe për propozimin e Mixhenit. Kjo kur të vinë atë pikat e renditës më na më trajtu domosdoshmë në procedurën në fond të problemi, por ndryshe me këto rekomandime që vëllon deri më tash, edhe me dy pika të shtesë, edhe me pikë shtesë tjetër për plotësimin e komitetit, si pak kështu që votojnë kush është për. Ju lutem, e kam një kërkesë nga zyrtari që për numërimin, nëse mundeni dorën pak më lart për shkak se ka raste kur po na iku. Faleminderit shumë. Kundër, abstenime, do konstatojmë që u miratu pikat e rëndit të ditës në të potencimin. Po, tash komplet me 3 plotësimet, renditës me 3 plotësimin total. Kush është për? Shumë, kundër s'ka, abstenime s'ka, konstatojmë që u miratu rendit të ditës dhe vazhdojmë me pikën e parë të rendit të ditës, që është betimi anëtarëve së rejtë të Kuvendit të Komunës së Kosovës. E formojmë komisionin si kurse në njërat të kaluara, atëre devizave vendose, një amë lutem të devizave vendose, e propozoj Alinda Rafuzë. Alinda, faleminderit shumë. Lidhje demokratike? Faleminderit shumë. Partia Demokratike të Kosovës ka parë një komision, verifikus, Ermon.
kohë 3 minuta, dhe shpendosin antarët e komisionit për me konstatu verifikimin e antarët. As kryetaren, çdo që përgjegjësinë po ta delegoj ty, kryesisht po ta delegoj ty. Mos e sjell ata përgjegjësinë e ligjit organizimin mbrana seancës së lidhur me drejtori i kulturës, edhe për më afër për kësori mënyra që organizojmë ajo seancë. Nëse dikush thotë që ka qenë seancë e nuk ka qenë një program artistik, unë nuk ka asnjë lloj organizimi, sidomos njerëzve që e kanë vendin aty, se seanca solemne bëhet për kryetarin e komunës, kryesuesin, asamblejisat dhe drejtorët. Na nuk e këna ditas nuk e na më ullë, në rreshtin e parë kishin më të figura që... Dojme përsërit për këndinë dhe ta kërko. Atëherë kështu, në rodë kam të nuk është halon pyetjen e parë dhe me kthejmë edhe një kohë për pyetjet dhe vëzhgimi. Po, në rodë këtu në Faleminderit, Kërkonën e pyetjen e kota me apo drejtorit të kulturës së drejtësisë dhe sportit se me sa kuptuaj ka qenë organizatori i seancës solemne për numerasin e përgjithshëm të Kosovës, edhe vërtet ne besoj që dhe grupe tjera parlamentare janë përfunduar për mënyrën e trajtimit brenda asaj seance solemne. Seanca solemne e për përvjetorin e pavarësisë bëhet për kryetarin, kryesuesin, kryetarin, drejtor dhe asamblejisat. Na nuk e këna ditë ku këna mundje dhe në rreshtin e parë përjashtu 2-3 figura që vërtet vlerësojmë që e kanë pas vendin aty. Edhe në konkret do figura fare në shtatë parësishme për me u respektu në atë mënyrë. Dhe me unë një keq edhe për drejtora, se edhe pozita e drejtorit komunal është një pozit që e ka një farpeshe. Shëntarët e lëvizjes dhe vendosje ishin ullë në rreshtin e parë, ndërsa një parti tjera hajtë në rreshtin e dy dhe dëmë tretin e dëmë komë. Kështu që kjo është mësimi mirë për neve, për herat dhe tashme, se pa u specifiku do me thonë mënyra organizimit, që seancës, që programeve tjera, ne nuk të marrim pjesë. Kemi dosh me ndëru edhe komunën, kemi dosh me ndëru edhe vetën, edhe Kosovën, edhe festën e pavarësisë Kosovës, po zënë e nani po gjatë ofendim. Tash po kaloj te problematika që kanë të bëjë me jetën e qytetarëve, kryetari në mbledhjen e kalume ma ka adresuar një çështje për cilën nuk ka përgjegjësi. Ka të bëjë me hedhjen e një sasie dheu të ura fshatit Ismir, e për cilën unë si këshilltar komunal jam interesu edhe po marr informacione se si ka deri aty, edhe duke marrë informacione, ka thonë që unë e kam largu edhe inspektoriatin, edhe njësimin e policisë në Kosovë, por edhe drejtorinë e inspektoriatit. Nga të dy kryetarë, nga të dy institucionet, qytetarit ka marrë të ne. Ka që ka mujtë me bohën nga pozita e shqiptarit komunal, se aty në video, cilën e keni publikuar në formë preme, dhe po gjaj vrarë, që unë sa ma shpejt në fillu transmitimi në YouTube, që e ka rënë kryesuesin dhe në kalume. Po se di më për informacion, nuk e morëm asnjë informacion që jena të transmetuar, por nuk e din as televizion, as YouTube, as Facebook. Kështu që kryetar kjo është sa të kërdeja transash, po të pyes në tunelin e fshatit Ismir, gjatë vëshimeve, kur u kthy një tunel që ka një kozotje ndërtimit ndoshta më shumë se 20 vite. Kur u shkuaj tunel, edhe kur u ndërtoi pjesa e madhe që kalojmë manerë një pjesë e mirë edhe e fshatrave që lidhen komunën e Kosovës përmes fshatit Ismir, e këto më shumë i bindës se unë e Filoreta Roha e kam po gjendjen e mirë. Edhe a keni morë mosa, keni dhënë leje atë, se tash unë më akuzu ju me qysh unë keni akuzu ju mu, e keni leju me shku atë nel edhe me dëmtu atë nel, e sot, pas dë reshit shiut,
aty kullon ujë dhe sidomos kur ka temperatura të ulta, aty bëhet shumë rrezik me kalim me vetura. Po më i keq është që 2 muaj ofër, aty nuk u mor as në vend, as në veprim. Nuk e di ashtu tu trajtur rostin policia ju, po shpresoj që më trajtu edhe përgjegjësit edhe nga ona e komunës për ka cilë nga inspektorati i komunës se ka ndëndu pronën publike dhe ajo pronë është të shkaktu probleme për ata banor, për ato vetura që kalojnë në për atë netë. Pjesa tjetër, pyetje kam për drejtorin dhe drejtorin e arsimit nëse është, desha me pyet ç'është është puna me dronjë në për shkolla. A ka sasi të mjaftueshme dronjeve në për shkolla që më të kalu sezona e dimrit, apo janë harxhu krejt gjatë pushimeve shkollor, dronjë e shkollave për familje që kanë qenë prekur nga pushime. Nëse jënë shpërndohë që atë drujnë qysh është proklamu, a këni bunë në shkjeles, atë drujnë për specifikisht për shkollë, edhe nuk janë për familje, nëse do një ndimu familjet me drujnë, keni në e shpanë të qanë, lejnë e atë drujnë, shpanë në e të nderdhe që në familje, po i shkollave, pa rëzeshë me mirë shkollat pa drujnë, anëzemje, do këtë dina ma modë në samë dhe morë fëtër. Këdëtarë, kem betë, me në paku nga përgjishë në e kalume, nga pyetja një kolegu këtu. E kërë dhomë premtim që edhe në kryetarin në 50% të vletërive kanë qenë ngra. Pse nuk janë ngra, ose sa % janë ngra. E kam pyetjen për vendimet e bonuseve, është e publikuar në faqen e komunës. Vendimi i parë i cili e shfuqizon totalisht vendimin e kryetarit kalon. Mandej është i parë vendimi atë që i hjek do pikat që kanë marrë pjesë në shfuqizimin e vendimit parë. A bo gabim hera e parë e shfuqizimit vendimit, apo pse orë deri te përmirësimi i shfuqizimit vendimit në herën e parë. Edhe kryetar nëse ai vendim për është i keq, edhe përmes atij vendimi ka ndodhur shkelje, atë vendim na kuvat marrë në parë. Që ne shfuqizone pse nuk të shfuqizoni vendimin për bonuse? Une, nëse është që i keq, i kini nëllë teje, e benin kuvend, shfuqizone, jena shumë në rregull edhe na, që atëherë muna më ju besu që kini për një meqit punën e ndalimit që kini lejeve për mes bonuse rezonimit. E kam një pyetje për drejtorin e shërbimeve publike, me sa për në kuptu është kryesues i bordit, kryesues i aksionarëve në kompani pastrime. Nëse jem i saktë vetëm, ai një kryesues i aksionarëve. Edhe bashku me aksionarë tjerë keni marrë një vendim për emërimin e përkohshëm të anëtarës bordit në bordin e pastrimit në kompaninë regionale pastrimit. Atë që keni shkel ligjin drejtor se ligji për ndërmarrje publike konkretisht për anëtarët e bordit është shumë i saktë. Është i saktë që 3 vitet e fundit nuk guxon me konë aktivisht politik. Qoftë subjekt politik, qoftë i zgjedhur, qoftë i emëruar për kryetarit. Ne kam qenë drejtor aksionor, kam qenë kryesues i aksionarëve edhe në kohën e kryetarit ka të aplikuar për anëtarët e bordit dhe kam trajtuar goxha mirë ligjin atë. Edhe një prej arsyeve pse falem për brezën nuk e kemi larguar me thonë nga gara, ka qenë se nuk kemi gjetë që ka qenë një rrugë politik mbrana lëvizjes së vendimit. Kështu që në konsideroj që kemi bërë shkelje, ju udhëzoj nëse mendoni ndryshe, atëherë rregull është, po ta konsultoni ligjin, se ligji është shumë i qartë, për ndërmarrjen publike është i njëjtë. 3 vitet e fundit nuk guxon me konë. Edhe na e dina që anëtarja nuk kanë përgjë personalisht, as për përgatitjen e saj, as kurrë po si pozicion, mendoj që pozita politike që ka marrë deri në dhjetor të vitit 2025, e ndalën që me qenë pjesë anëtarit bordit. Kështu që juftoj që me pos parasysh dhe me trajtu sipas ligjeve të zgjidhjeve. Faleminderit. Para sa mund të ndihmoj kush ka qenë më herët, do thonja ka qenë një herë më.
Përshëndetje kryesues, përshëndetje kryetar, koleg, asambles. Unë I kam një pyetje shqiptarëve për drejtorin e shërbimeve publike. Rrugat e stacionit I policisë trafiku nuk ka ndriçim, drejtor. Edhe problemi që në zoncat është një kohë që lëvizin anena dhe janë edhe qenë Dacave kanë edhe atë problem. Dhe problemi rruga Nitetori, Slatina dhe rrugat e Pishat nuk ka ndriçim. Është ma shumë se një muaj që ka defekte. Ato parënia I ndrëmi këtë nuk e di. Dhe të drejtori inspektimi durimi nuk përshë këto. Edhe nuk ja kisha bu dash edhe pyetje në herë se nuk pikthej drejtorat e sancës kalune nuk I kanë thënë në email përgjigjet hiç. Kështu që kisha lut kryetarë dhe kryesues të jenë ma përgjithshëm pak se e përvaqësojnë dikën që vina këto. Ja bëj durimit pyetjen që le të përgjigjet a ka leje të parkingeve në Shkësov, apo veç kanë pëlqim për ngarkim dhe shkarkim të kamionat që vinë me mollna, apo kanë edhe leje ose pëlqim për mi qitë konat, I ki s'podu mi cek me emra, se janë biznese, I ki të blokume edhe I kërcnojnë qytetarët pse I parkojnë automjetet ato. Për drejtorin e infrastrukturës, për rrethrotullimit të Shkësov, e deri te Kurudha, se di drejtora ai keni ro anena ma mërven që I keni ro, se shkën ka shtëpia ne. Pse që ato gropa edhe nga të shkollës është, e dini që është edhe rreziku ato mjetet që lëvizin anë dhe ikin për gropa mujnë mi shkel edhe fëmijë që janë të shkolla. Kur e keni ndërmend, mi stanu që ato gropa, edhe rruga kryesore që është, unë e di që është me Ministrinë Infrastrukturës, po si drejtor e ki obligimin mi njoftu Ministrinë Infrastrukturës për mi rregullu rrugën që u prish Slatit, drejt Slatin ku është rrethrotulllimi ato. Ato është rreziku çdo, muj me thonë çdo javë ki ka një aksident ato të ik prej grupave. Kamerat sot pisha, mirë shumë të nder, a ka pos, pse su publiku, ku postohet, edhe so konë çmimi I kompanisë që e ka fitu, dhe a ka pos konkurrencë tjetër, apo vetëm kjo që e ka fitu të nderit. Dhe pse su publiku në foqe. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Ronde. Për një pyetje që u parasun për kolegët asambleës, po një përgjigje të fundit të gjithë kolegët pyetjet. Atëherë më gjeni mas Rondes. Faleminderit kryesues. Para se me fillu me bë pyetje, vetë ta më lidh ato që e përkëtëse Lorati lidhur me organizimin e seancës së djeshit. Vetë diçka do të thonë, ka pas njerëz tu në rand parë që nuk e di çu shënul, po një kryetari I valid vetë lutë, si gjithë veçëri që I ka mbet kom. Kështu është më thonë. Po. Edhe Jo s'është fare, do të thonë shumë njerëz s'është vërtet, në familjen ka mundë. fond, po, kom nuk u më mbet kur folur ka qenë në kom. Nëse. Pyetja, vazhdojmë me pyetjet. Unë do të vazhdoj kryetar me pyetjet e seancës kalune, nuk më ke premtuar që do të filloj me shkrim, nuk e di, do të ke harruar që qenë garkun, nuk më ke dhënë me shkrim pyetjet, përgjigje domethënë. Pyetja jam ka qenë nga seanca e kalune lidhur me monitorin e komunës. Pyetja jam ka qenë, monitori I komunës a shfrytëzohet për shërbime komunale për informim qytetarëve apo ka drejt më shfrytëzu për parti politike, për fushat zgjedhore. Tjetra pyetje ka qenë lidhur cilën e bën edhe Lorati për premtimin elektoral që e ke bë për në kryetari me qenë grua dhe 50% e veturat me qenë gra. Pyetja tjetër nga seanca e kalune është lidhur me Kosova Medin. Me sa persona, me sa punëtorë keni marrë Kosova Medin dhe sa I ka tash. Një kërkesë tjetër e kam lidhur me besoj që do të ketë bartje të buxhetit tash, edhe mund të ketë edhe rishikim buxhetit. Ju kërkoj kryetar të shikoni në buxhetin të shikoni buxhetin e kaluar edhe cilat shotin Hajlaç çfarë premtime ka, çka u propozu për shotin Hajlaç. Domethënë nuk ka asnjë propozim, asnjë ndarje të mjetë për shotin Hajlaç.
Kështu që me borxhet buxhetit ose me rishikim buxhetit propozohet të ndahen mjete, e sidomos për rregullimin apo renovimin e shkollës, që është në gjendje të vjerrueshme. Ose keni edhe drejtor nga fshati Harajlaçi, se mundi më konsultu me ta edhe sheni çfarë gjendje është shkolla e Harajlaçit. Kryetari do më ta bëni kërkesë ose pyetje se besoj në kushte normale nuk ishte dorë për ta bërë këto. Për arsye se je kryetar komune edhe nuk dohet më marrë më tim me këto së gjëra. Po është, këtë pyetje po ta bëj për një arsye. Arsyeja është që disa portale që aty është fazë për Kosovë. Nuk lanë njëri pa degradu. Tu filluam fushat, kena këtu Rahimin, e kena Hoxhën, e kena gjithta bashkimin, gjithta janë degraduar në fushat nga disa portale të cilët 2 persona aty, njërin e ke bërë drejtor. E ke bërë drejtor për kulturën dhe sport, tjetrin e ke bërë këshilltar ton. Ata me emrin Rilend Berisha dhe është Kelmendi, me këtë jamë që. Ylber Kelmendi. Domethënë, po drejtorat të shalus si qytetar, si asambleës. Na me këta njerëz se janë të shqetësuar familjet. Njëri prej tyre kam qenë edhe unë, më akuzu për sajna që nuk më përkasin fare. Kështu që ekipu shtetin i kitë gjitha, nëse kum bëj diçka mundesh me vazhdu me kërku. Po jo kësi mënyrë, se mujna me pas edhe probleme personale me ata njerëz cilët janë. Unë i besoj ligjit dhe i kum drejtuar prokurorisë, policisë e gjitha. Nëse ata nuk bëjnë diçka, nëse vazhdo kjo çka ashtu ndodh, besoj kena pas probleme shumë të mëdha. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Atëherë sipas Robert Halen Mosedi për Kristus, përshëndetje për gjithë ju kolege asamblist. Disa pyetjet që janë nga qytetarët e biznesit, një nga pyetjet kryesore është ku do të fillojnë punimet në rrugën Femilla Drovci ose rrugën përgjatë Hekurullës. Pyetje për kryetarin, nëse në projekt buxhetin për vitin 2026 të Republikës së Kosovës janë ndarë mjete buxhetore, dhe kur pritet filloj pasi gjendja e saj dihet dhe që është një projekt i shumë i rëndësishëm për lagjen e Dardania dhe për gjithë banorët e fushë Kosovës, sepse përpas që liron rrugën Dardania, liron edhe rrugën kryesore Prishtinë-Fushë Kosovë, e cila krijon kolonat e gjata në mëngjes, duke u kaluar te Bau Marketi, ku shumë qytetarë pa dashje morën dënime të shpeshta, për ndryshe hupin edhe orën e punës, pritet janë me shumë se gjysmore. Andaj kërkoj të di, pasi që ka qenë edhe nga së bashku edhe me zyrtar të nivelit qendror, si premtim, ku është thonë që rruga do të kushtoj 2.1 milion euro dhe ka fillu procesi i shpërndësimit. Andaj të dim nëse në projekt buxhetin e vitit 2026 a janë parapo mjete për këtë projekt dhe kur do të filloj. Kërkesa nga bizneset, po edhe qytetarët, duke po rastin e lirimit të hapësira publike, këtë rast të terasave, unë kërkoj nga ekzekutivi që të punojnë në rregullore për shfrytëzim të hapësira publike, që mendoj që është shumë e nevojshme, gjithmonë duke respektuar planet rregulluese të drejtorisë së urbanizmit. Me këtë rregullore do të caktoheshin zonat, në bazë zonave do të caktoheshin edhe tarifat, disa kërkesat bizneseve që tash janë dëmtuar nga keqja e terasave, është që të bëhen shfrytëzim sezonal vetëm me karrika dhe me tavolina, por gjithmonë duke respektuar vendimet e komunës, ku në këtë rast mund të shenjëzohemi hapësirën ku mund të shfrytëzojnë këtë hapësirë, sepse ne kemi po veprimet e drejtorisë së inspektoratit, por të nestit ato tavolina, karrika vendosin edhe është problem me çdo ditë me dalë me po se apo respektohen ato. Prandaj që mendoj që në aspektin sezonal mundemi me leju, nëse me këtë rregullore përcaktohet, ta shfrytëzojnë atë hapësirë, gjithmonë sipas rekomandimeve të komunës, të paguajnë për të, po gjithmonë sipas rregullores për shfrytëzim të hapësira publike. Pastaj i vendosin reklama të ndryshme që në Kosovë, mendoj që mes kësaj rregullore do të me pagu për metër katror. Pastaj është vendosja e kioskave sezonale, ku me këtë rregullore do të rregulloheshin.
për biznese ceke Dardonja, por vendosja konave ose objekteve fizike, që mënej që nuk do të jenë për biznese, por që do të shohemi si partner, edhe do të kenë mundësi ta kenë një vend parkim me pagesë, por që mund të shënjëzohet me një ngjyrë, jo me këtë objekte statike të vrazhda. Kjo është kjo pikë. Investimet në infrastrukturë, kërkesa nga qytetar, rruga Hysen Gjakolli, pasi që janë përfundu objektet banesore në këtë pjesë, kërkojnë që të asfaltohet kjo rrugë, nuk është gjatësi e madhe. Asfaltimi në rrugën në pjesë të rrugës Tahir Zemaj, që është shumë e nevojshme edhe në gjendje të rëndë. Në rrugën Femilla Droci, afër Natelit, mungesa kanalizimit dhe kërkesa për asfaltim të rrugës. Problemet me kanalizim fekal në rrugën Nën Tereza, respektivisht nga Bamarketi deri te rrethi Fushë Kosovës. Kemi mbajtje hapësira publike, me datën 5 shkurt kam njoftuar drejtorin e shërbimit publike për disa mbetje inerte që janë pranë kontinjerëve. Për koreksi këtu është ndërhyrë vetëm në rrugën Shefki Kuleta, ndërsa gjendja e keqe është te rruga Dardania, objekti tregtisë numër 5, që është brenda oborrit, është gjendje shumë e rëndë. Në rrugën Besa Besi janë 2 pika, cilat do të ndërhyjet. Në rrugën Arberia është gjendje shumë e keqe, afër objektit rruga Kuvendi Lezhës, në oborrin e qendrës mjekësisë familjare, gjendje shumë e keqe. Prandaj përpos ndërhyrjeve ose mundësisë që neve si Kuvend Komunal, si qeverisje të vendosim edhe gjoba, ndoshta e shkon mirë të shikojmë për mundësinë e vendosim një lokacioni ku qytetarët mundin me vendos këto mbetje inerte, sepse na e dim se gjithmonë me i vendos në vend caktuar kur s'ka një lokacion. Prandaj përpara se të vendosim gjoba, do t'i dhëmë opsione qytetarit ku mund të vendoset një lokacion për hudhjen e këtyre mbetjeve inerte. Kërkesa tjerë nga banorët e lagjës Kolonia, respektivisht rruga Drenica, ku kërkojnë nga kryetari të dinë se do të intervenohet në këto objekte që janë të vjetra, sidomos në pjesën e qatisë dhe në izolim, sepse gjendja është tepër e rëndë. Kërkesë tjetër është që në për vend stacione të autobusëve, a mund të shikojnë mundësi që të vendosen kabina, sepse gjatë rreshjeve të shiut dhe ngricave ka gjendje të keqe. Faleminderit. Atëherë sipas radhës është fjala është për ambulantë dhe rrugë. Zahvaljujem se predsjedavajući. Želim da pozdravim sve kolege i želim da se vratim unazad jednu nedelju dana, dve, šta se dešavalo. Počeli su neki mediji da pišu ovde i neke kolege da se obraćaju iz Vendvedosa ili zemlje kako sam u koaliciji sa nekim ovde. Kam filluar disa mediume të përshkruar se unë jam në koalicion me Vendvedosin. Nisam u koaliciji, ni sa Vendvedosin, niti sa LDK, niti sa PDK. Koalicion me askën, asme Vendvedosin, asme LDK, asme PDK. I jedino sam u koaliciji sa mojom zajednicom, Srpskom i Crnogorskom, koja mi je dala mandat da budem i drugi mandat ovdje u opštini Kosovo. Vetëm koalicion që e po me bashkësinë e Sardha dhe Malazila, se to je tamo Mislim da bi svi trebali, ovo su lokalni izbori bili, mi smo lokalni odbornici ovdje, trebali da se bavimo lokalnim pitanjima i problema naše zajednice, svih zajednica ovdje u opštini Kosovo. Međutim, vidim da se ovdje tome ne radi, da se ne bavimo dovoljno. Imamo dovoljno problema oko poplava, oko puteva, oko nezaposlenosti. I mislim da to treba da nam bude prioritet svima odbornicima ovdje u opštini Kosovo. Još jednom ponavljam, samo sam u koaliciji sa mojom zajednicom. Želim još jednom se zahvalim svima i da svima poželim srećan rad i da krenemo da radimo ono zašto smo izabrani ovdje.
Faleminderit shumë. Doktor Roman. Do të ishte me përkthyer sa. Do të vesh mirë për tëre. Mirë për ata që kanë kuptuar, besoj që kanë kuptuar më herë, na thjesht në klasin e Joseva, faleminderit asaj, Steven Osari. Edhe kjo është se si bëjmë, i përpasues të gjithë qytetarëve, të gjithë komuniteteve, po ashtu edhe komuna për interesin e të gjithëve kompleksisht. Sipas radhës, ai dalë. Faleminderit i nderuar kryesues i Kuvendit, i nderuar kryetar, nënkryetar, kolega asamblesë, drejtor, media dhe të gjithë ju të pranishëm. Po shpresoj që kësaj here po e bëj për të fundit herë këtë pyetje kur do të jenë funksional mikrofonat, sepse herën tjetër po shpresoj me fol për vendin dhe mos me dal këtu në foltore. Pyetja është konkrete, Komiteti për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale. Kjo pyetje është për kryesuesin e Kuvendit, a do të përfshihet këtu edhe personat me aftësi të kufizuara, apo do të ketë komitet të veçantë, se të e marrë parasysh për i përvojës së kalume, kemi pas komitet për persona me aftësi të kufizume, kështu që kësaj here nuk kemi. A do të përfshihen të ky komitet kjo kategori e shoqërisë apo jo? Ndërsa çka kërkoj tjetër është rregullore të vinë qysh në muajin mars, që jemi dakordu edhe në planin e punës të Kuvendit Fushë Kosovës, dhe më thonë kërkoj që rregulloret të fillojnë qysh në muajin mars dhe të kemi rregullore funksionale, po ashtu kisha disa pyetje që i thanë edhe kolegët e mi dhe s'po du me përsërit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Arita, atëre, ju sa fita. Nderuar kryesues, shumica pyetjeve veç u thanë. Një pyetje e kom pas për drejtorin e drejtësisë lidhje me fermerët, që është mbajt, se nuk më përfshihet dhe gratë fermere. Ato veç nuk mund me një këtë për kafe ku shkon kryetari dhe drejtori, po është një me mbajt në Kuvend, me unit lira se ka një rrët shumë të rëndësishme në sektorin e drejtësisë. Pyetja e dytë ka qenë për drejtorin e urbanizmit, i cili sot nuk është prezant këto. E ka marrë një shprehje, e ka bërë këgja si tu dhe me i qik njerëz për jashta. E jo nuk e kom pasë. Kryetar nuk dhja ka arë një shqetësim nga ana jam, unë e përfatsoj qytetarë. Edhe asë nuk pengoj, asë nuk bëj presion, thjesht kom shku për një informacion dhe dera ka qenë e hapur. Aty kom rastis me drejtore, i cili edhe që nga thonë digjash për mu jenë një pale thjesht. E kom shprej shqetësimin të kryesuesi edhe të drejtorit të rem, nuk e di akar, por nuk është njerëzore një sjellje e tillë. Unë kam qenë drejtorisht këto, po secili që ka këto jo mënu me prit qofer me qof qytetari thjesht, edhe kom dalë kom kry punë për ta. Nësë është për drejtorin, ma e rëndësishme, me i hudë në drejtorina të vetë, edhe nësë me prit një pala atë është shumë orë të me një ta. Po muj me gjithë sa. Që shkreditin zyre, nga se dira ke qenë. Edhe unë e përfatsoj qytetarë. Tash me godeja nga këto është që me ojë. Drejtër ka qenë për hapun, edhe vish kanë jenë kohë me thonë të na. Një pytja ku drejtu një drejtari për informacionit për vete, për parcelën tanë. Veç unë ka thonë, detja është je pale thjesht. Nuk jam pale thjesht. Mu mbron diçka këto, edhe dikush unë ka për këtë të janë. Cjellë është, jo njerëzore, në të gjitha me më thonë, falë, a ka mundësi, okej, nëse jo e keni ndalu, kryetar, nëse jo, e keni ndalu me dy shambull kryetar në parken, se gjithmonë ka vi gruja ati që është kryetarë këto. Se gjithmonë është parti këto, kur zyrtarë tjerë të dashë me parti gare. Ose në rrugën Dardania është do me thoni një nësë të gjajmatë që shiet edhe është rrugë një kashe. Drejtori juj, që është inqizive, të folë telefon, në rrugë një kashe edhe dënë, unë e me familjen të
me u shtypër me zonë drejtorin e urbanizmit. Unë e po zona që po si drejtora, to se e shohim çfarë njerëz po më përzanë. Mbi të gjitha njerëz i vërtetë. Ju lutem, mbi të gjitha njerëz i vërtetë. Po rruga Dardania, nëse të din është rrugë një kosha. Fillon prej shtëpisa. Edhe drejtorit vjen prej fillimit me telefon. Po, do me thonë ati lejohet një për regullat e policisë, një për regullat e parkingut. Nëse nga nuk kemë të drejtë me një të tyra, do të thonë nuk kam ku me shpresh që të zime shtanë për një drejtërtani që nuk e prasë një asë në tesë. Jo, anë unë për shtu po mori, kush e përgjithsi për një drejtër që qëtë një asamblej shtatë. Sa është tjera qërë të tjetë, që mund qërë të tjetë? Që është tjera qërë? Ma me më thonë falë për nga pengon. Dhe më thonë shqecimi dhe një dhe ka prit shumë a njërëzor se jo, po bjo shumë kërë. A ditë kom qërë shumë i shqecune sepse unë kom qërë pjesë e këtiva. A qa me bo. A nuk mojën e sepse jam natë. Jam natë dhe zbëjmë janë një drejtorit. Jo. E që nëse të konë regull drejtorit ka tonë koridore ka prit pare. Unë është mi thoni qytetar tjeshtë. Që ka qënë edhe vendimet ja ka përru, hazët është në shru, e zëtore ligjore, komunës nuk qite vendimet që e konë përru. Do me thonë kam të drejt drejtorat me nga që jashtë furdojnë. Qa ka do të kërëmë? Është në shërbim që të qytetarve, inderu, e nërë kemi shport bërlogit, kështë pe gjullë bërlogit, lutna. Po këthama një përgjigje të thjeshtë që pe dypi prej zëtarve tuaj, jo nga ju drejtar, për shambull në atë rast. Është shumë e ullet nga ana drejtorit, po vjen mirë që po si drejtora, sepse është mirë në tjerve. Ka që kesha? Po vjen mirë që ju dështonin këtë rast. Keni drejtora shumë mirë, drejtora shërbimit publike më ka prit shumë mirë, drejtori inspeksionit ka prit shumë mirë. Nuk vi këtë për pyetje personale. Unë e vi për qytetarë, të dikush drejtohet e unë. Vi për njerë të unë, se është majtë një takim kafe, nësë ku me njeku kafe drejtorin e policisë. Shtu s'ka asirë, nuk ka për mi një qenë të sa, Ja, për drejtorin a sejtërisht, ka posë Oke, po në një takim pra është për gratash. Shqivra po publike, në sa këtë. Mujnë gratë, kretarë, që e viso... Që qarë drejtoris? Jo, drejtori s'ke këtu drejtarë, që të në shtafarë. Jo, drejtarë të shumë e vjezac, një kësha lutë me bosh, edhe një takim për gratë për mire, se të në shumë me rëgjë me të shumë në sektorë. Problemin që po vjen mirë nëse na bëjmë keq. Qëtu s'po pëlqen. Drejtarë, nuk di qysh me ta zbjegu. Një drejtar, i urbanit. Me qik jashtë, një njerë se qysh hine të. Shina prej dirës hina. Shta ka që tjerë? Sa më qërë sa të prej? Adresari unë satë nëse thonë ka që në hapon. Pyetje përgjigje vësit djadë. Jo, hajde tash kush ka ka qenë tere. Shka për une kam të drejtë të shme Nuk e s'kisha lu për shasilë, se s'ka në kurë që vini ka morë. I kanë të vetë atë ty. Shumë mira u kam borë. Edhe ta... Po të 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 shkullë të nga, të të kisha ka shkyllu. A bi flitë? Jo. Dhe kjo dhe nga mjetë ta kina bua. Po. Jo, unë të inderuar i kryesus në kryetar, shumë shkurt se e kom një bindje personale që në 3 mujt e para nuk ja vlen as më pyetje se jeni rishtas në pushtet. Edhe gjashtë se jo. Mirë po, mendoj që dita një kryetar shihet më mëngjes, me qenë se s'jemi s'po takomi në për arsye të ndryshme, po ta e dhe si këshirë, ndash merë, ndash lejë.
Unë personalisht, për atë sa jam institucione për 2006-ës, e di që zyrtarë komunal punojnë dhe janë përgjegjës të drejtorit të administratës. Dhe atë sa e dije, kur një asambles bazuar në ligjin numër 06 thyje e vit 0181 për çështjen dokumente publike e parashton një kërkesë me shkrim, duhet me marrë një përgjigje nga drejtori. Dhe unë i kom parashtu një 3 shkresa me datën 1901, 2 i kom marrën përgjigjet, një po pres me marrë dhe i nesër është afati fundit, drejtoresha zhvillimit ekonomik, po besoj që është këtë dhe më dëgjën, me ma pëtyri përgjigje që ma kanë ty këta me shkrim. Në të kaluarën, kryesuesi Dëmja Hasani, kur i bëjke këto me shkrim, në kryetar shtem të gjithë asamblistat që kanë qenë këtë durimin tjerë, nuk ja efshin këtë qasin dokumente publike. Mandej u ankojshin aty ku duhet manku dhe ka pas zënime për kryetarin e komunës, zotëri kryetar, sepse faktura në fund jenë për juve, deri në vlerë 50.000 euro, ka shku parafërsisht ashtu. Dhe unë për ju sugjeroj kryetar, në qenë se keni ardhur në pushtet dhe keni thonë që ka me pas transparent dhe jeni ka pëllëmin në drejte, nuk po du një akuzuar, ju lutem, i sugjeron drejtora t'ju që me nga dhënë qasje dokumentet si dhe mos kur na lypër me shkrim dhe këtëfer, ose me posa dhe pras në bas të drejtorit të administratës, thët, je drejtu gabimisht për një kërkes që e hypë një listë të Karitasit. Për në nuk e kemi atis, që i bje që ata punëtor nuk janë në menagjimin administratës, që i bje. Thot, sepse na duhet me pas, thot, adresa është gabim, me zeze ka përbire, që me ma tekstuar. Me siguri punëtorët e Karitasit nuk i menagjon drejtori i administratës. Ata janë veç, i menagjon kryetari, i siguri, ose rëmërsusi, në kryetar ose jo, nuk e di. Po shpresoj që sharani. Dhe çka thot? Thot duhet me pas një zyrtar për çasjen dokumente që na nuk e kemi. Andaj unë të sugjeroj kryetar që te me bë një zyrtar për çasjen dokumente, sepse unë fillimisht të bëj këto, dhe hapi i dytë që do ta bëj që nuk du me ndërmarr dhe se kom ndërmarr me qëllim të caktuar, për mos me thua kemi u dhënë juve kohë hapësirë që jo me bë një zyrtar për çasjen dokumente, me qëllim që ai më na afro dokumente. Edhe pse kryetar, ligjërisht kemi korrekt, qofse dojna ligjërisht me veprue, është gabim sepse drejtori e ka sqaruar drita në demin seancën e fundit, e ka sqaruar shumë qartë kur një asambles kërkon çasje dokumente, mandje asambleisti po drejt, sepse është i zgjedhur i qytetarëve, i ka disa privilegje, pra në raport me ligjin, asambleisti ka drejt pra me pas çasje dokumente si çdo qytetar, po megjithatë me pas çasje dokumente. Dhe i kom marrë 2 shkresa të njëjta, që nuk më ka liju me pas çasje dokumente. Dhe për më shqesu se kjo kryetar, se s'na kanë liju, ka liju në është të pas pak shkresë që rëtarë ndryshimi, mësë me në liju pak dhe kjo është shqesus. Po shpresoj që në mos. Pyetja që du m'ja vot Dorim Hajrës është, i ka qitë dëshirita Dorimi, si drejtori inspektoriatit, dhe i ka nërë disa punime. Jo mi binun që me drejt, sepse ka pas në i shkelja të. Nesët i kanë heka ta shirita dhe të punu. I kom bo fotografit, i kom bo qizrimet para mas, ose i keni me faqe komunës, që i ka qitë drejtoria inspektoriatit, thët mbëllëm, për shembull, ja marrë një rast, aty të xhamia, rruga Vezit Islam, keni qitë shirita. Sot më nëgjes me shku me pa, aty në të punume. Mali i kanë qitë edhe po qesin plaka, po betërnojnë, mashallah, pyetja është, a jeni të e bo për reklam këtë farmabeti, veç me nga tregu si lloj kompoziteti që një ka bo një punë, apo vërtet jeni të marrë masa dhe mos me ndërpresë, të ka du mund kena pasë se, që i kena qitë shirita, dhe mandej kena prit ligjin për legalizim, mushë me legalizue. I kem shumë objektet pa legalizume, dhe kur i kemi bo këtë pyetja, di shra kanë thonë. Kanë thonë, na nuk kena kompani të rënimit, i bojna proces verbalin, i qojna dhe në gjykat, dhe gjykata njerët me këtë mushë. Kjo është puna jonë, ata le të vazhdojnë dhe të ndërtojnë. Dhe pyetja është, nëse është kështu, pse duhet ata me aplikue?
është i formë, janë i ndërtesës, shkoni e bën një proces verbalin, ata shkojnë gjykatë, për në gjykatën, a e bën ndërtesën atje, dhe të ka, që shikemi disa ndërtesa, dhe po vazhdojnë, është mirë këto minarë, dhe i marë shumë seriozisht, sepse në tema trona po janë shumë serioze. Sepse po vazhdojnë i bje që këtë pesesën inspektoriatin, këtë po bëjnë punë. Kjo i bje. Pjesën tjetër nuk është që kam diçka dhe prapë mendoj që keni mi regullu dhe kemi me vazhdu me një farë transparentse pak më ndrysh. Faleminderit shumë. Nderuam Ali edhe për saksinë e kohës. Në vazhdimin e pyetjeve. E po më faleminderit. E këtë pije dhe shpa sa vajtis, e mësire mësë pije dhe përgërisha kërë. Atëherë përshëndetje për të gjithë, nderuar kryesus, kryetar, kolega Sandres, kryetar të gjithë praneshëm. Me vërtet pak ma shumë se s'polina shto do. Mos zakonisht foli shumë, s'ka mundë. Atëherë një kam disa pyetje. E kam një pyetje që është viti 5 që do vazhdoj me bu. Rruga Bardhi Madh Grabos është rruga më e shkatruar në Kosovë. Është e demoluar. E dim të gjithë që është rrugë nën kompetencat e ministrisë. Kam bërë kërkesë mandatin e kaluar si asambles, bashku me drejtorinë e shërbimeve publike, zyrtarin e Qëshona. Por nuk kemi marrë asnjë përgjigje nga ministria. Pres që të mirë masa dhe të realizohet ky projekt që është shumë i rëndësishëm për të gjithë ata banorë të dy fshatrave, po edhe zonën e drenasit që është rrugë shumë e frekuentuar dhe domet dhe pasojat janë shumë mëdha edhe për automjetet në përgjithësi, por normalisht që është edhe rrezikshmëri për komunikacionin. Pyetja tjetër është ujësirësi në Gravos, është bërë një punë shumë e mirë, janë duke punu, deshta me dita kemi informacion se për sa kohë do të qohet furnizimi me ujë të pijes për atë zonë, sa është shumë e nevojshme. Edhe kjo ka qenë kërkesë e ime e vazhdueshme me vite, por më në fund fatmirësisht u realizua. Pyetja e tretë është transporti i fëmijëve lagja 14 prillit, që është tashmë disa vite në fshatin Gravos. Më herët ka qenë transporti nga kompania, që është kontraktuar nga komuna. Pastaj për një kohë kaloi që komuna i ka paguar prindrit për transportin. Mirë po, kisha dashur që kjo punë të ndryshohet, sipas mundësive që keni në dispozicion, për shkak të obligimeve të prindërve që po kanë dhe angarkesave që i kanë në puna, nuk po mund që fëmijët të vinë në shkollë pa prindrit e tyre si më herët, ka ndodhur te lagja, i ka marrë vozitësi dhe i ka sjellë në shkollë dhe prapë i ka kthy. Është shumë e rëndësishme. Rasti pyetja e katërt, ose rasti i fundit që ka ndodhur në fshatin Gravos, një aksident me trenin dhe një vetur, fatmirësisht që kanë shpëtuar, janë vendas tonë. Aty është hapur një rrugë fatkesisht me ideja të ndryshme të ekspertët banorëve dhe dikush ka punu në atë që është mirë me shiqu edhe njerë dhe me drejtu edhe e rrugës, që a rrugë sa më shpejt të blokohet, është rruga Berisha, tash ka qenë aksidenti para 3 ditëve, është shumë rëndësishme. Kurse rruga i ka vendosur lagurat shumë mirë në Gravos dhe normalisht që funksionohet dhe e ka parandolur rrezikun që kemi kërkuar me vite. Dhe këtu kërkoj një intervenim edhe nga qytetari i komunës, të drejtohet stacionet e rrugore, njerëzve kompetent që të intervenojnë sa më shpejt dhe të ndihen atë rrugë në mënyrë që mos kemi pasoja më të mëdha. E ka obligim moral para gjithë qytetarëve të Fushë Kosovës, para punonësve apo kompanisë pastrimi që punojnë atë institucion, për rastin ndjeç që ka ndodhur para komunës Fushë Kosovës, që është një rast i shëmtuar dhe në vërtet e dënojmë dhe distancohemi nga rast që kam reaguar dhe personalisht me një deklaratë publike ndaj atij rasti që ka ndodhur.
pasojat disiplinore do të mirën për personin e fjalë, është akti individual i tij, janë lajmëruar organet, mirët e drejtësia dhe publikisht kërkoj që të shkoj deri në fund të rast, sepse nuk lejojnë asnjë formë të prishet integriteti, puna dhe djesa atyre punëtorëve që po punojnë 24 orë pa ndalë, nga qëllime të caktuara të dikujt apo teke personale të dikujt. Domthonë pasojat do t'i bartin individualisht, ne vetëm e kemi rregulluar rastin e kompanisë dhe do zbatohet rregullora disiplinore për personin e fjalë. Sa i përket portaleve, kryetari bashkangjitën lirisht fjalimit të kolegut Mixhen Kolshi, është e urtë, është njerëzore dhe më të vërtet nuk i takon një njeriu normal me u drejtuar, një menaxheri me akuzën, në njerë mas gjysore që është i porositur nga menaxheri për me ndodhë këtë rast. Ishim në seancën solemne për pamësi, ishim të bashku të gjithë, kështu që Fushë Kosova e një kontributin e jetë mirit, edhe punën e jetë mirit, nuk jo këtu forma të pranueshme besoj për asnjë kolegë, as në këtë shoqëri demokratike, që të sulmohet këtë nivel kaq tult një figur, një person që kontribon me vite për të mirën e qytetarëve dhe gjitha partitë politike pa dallim. Kurdo që thirr, unë jam i gatshëm me kujdes. E dinë ato kolegë marrë që kanë. Mirë po, prapë se prapë kërkoj që ata do t'i marrin pasojat juridike, normalisht që do t'i vazhdojnë procedura dhe ka përgjegjësi penale që do të merret gjykata me këtë rast. Nuk është mirë nëse ka dikush tendencë të tillë që unë po supozoj që këtu do t'i vlerësoj gjykata dhe shpejt kanë munduar dhe ne i ndjekim rrugë zyrtare, nuk po ka mundësi me u ballafaqu direkt kush ka punë vetë vjen të vënë, edhe të kryetare, edhe taj tjetër, po kështu fal përpara nuk po ndalin, po përshfrytëzojnë rastin me këto portale. Se s'kan çka me thonë për jetë me të rishën, se jam i pastër sillet. Me punë, dërshmëri ka marrë drejt. Respekt. Faleminderit shumë. Do të na deni çfarë do të Nderuar Kristus, nderuar kryetar, nderuar në pyetje, ma tepër në formë të sugjerime në lidhje me drejtorinë e shërbimeve publike, duke pas parasysh konsideratën time në relacion me intervenimet që kanë në kohën e përfshimeve. Sigurisht që ato ka pas një shtab emergjent, në atë kuptimin dëgjuar, por tash e tutje dhe thotë rrethonat normale vazhduhet me menaxhim nga unë kësaj drejtorie. Jemi mirënjohës për sa i përket intervenimit me kohë, mirë po sugjerimi është që instruksionet për intervenim të vinë nga jo, sepse atje ku intervenohet nuk ka nevojë, për shembull me u zonë një shtyllë, nuk ka nevojë me u fut një telefonet, nuk ka nevojë me u dëmtu një GPU sjellësit, nuk ka nevojë me u baltos rruga dhe me u bë e pakalueshme. Do thotë kjo është ai sugjerimi për sa i përket kësaj, kurse pjesa tjetër kërkoj nga ona juaj që ta kemi në kuptuar bashkëpunim me drejtorinë e kadastrit një pasqyrë kadastrale për sa i përket Pruckës me emrin Zanuga, sepse ato ka uzurpime, para se gjithashtu ka edhe ndërtime objektesh dhe pikërisht në kohën e vërshimeve këtë shohi për efsën të kësaj Prucke. Prandaj në kuptimin e emergjencave, shumë më mirë është që ta kemi një preventiv, pastaj vijnë forca tjera, organizim, ndërhyrje dhe rikthim gjendje të mëparshme. Por edhe një herë po kërkoj që ta keni parasysh këtë Pruckën Zanuga, ta krijojmë një pasqyrë kadastrale, ta kemi një pasqyrë qartë edhe para kuvendit dhe në këtë fazë është mirë të pastrohet, bashkë me kanonin afër ligatinës, ndërsa më tutje sigurisht që kjo do të përkthehet në një projekt për një zgjidhje afatgjatë për vërshimet e hans. Faleminderit.
Faleminderit shumë, profesor. Zakonisht I poshtë për sa pyetje kenë në portal. Unë nuk të rajë portal. Unë në folë për Facebook-un të personal, për foshën e komunës që zhurë, që të bëjnë vejtje, që të bëjnë në një shpjegu. Amo portalet e kam punën e vetë. Vejtja të tjera, demokracia e konstansi, për një si për këtë, një pjesë të gjore. Kudo që keni vrejtja në pjesë o shërë, se më drejtojnë në për portalet. Se njerës të komunës këto. Shqyshlenë njerës të komunës e këtë dishë në kështë. Një në orën një gjore. Një në orën një gjore. Një parë një me nërë, rasën e se këllë, ja, të gjore që tashë të rëtërën e faktorë në komunitim ma shumë. Nëse ka njerës të komunës që merën me portalet, do e kam biznes drejtë. Jo me shpif e me denigru. Mirë dhe një ke orën një gjore. Po t'i kërajaj. Jo na po thujna njërzesh, mi marë, mi trajtu, keni fitu në regull, mësë më Për mes, po kanë zhe shumë sinqerisht, unë e korsin e cejtë. As t'juvet, kejtë basë fushonë zi ku morë veç, I ku po, do shampona, ko interesant shumë, kanë zhe të një përqynë, kreativin I ka. Po të basë ne I ku morë veç, kur për ne lecu s'ni ka. Po kanë zhe shumë sinqerisht. Kini fitu në fushat, e dina që kini bu me përtole, kini fitu që t'ni pun të juve në përtole. Se bu mu morë me Migjenin, me Laurotin, të bu një shpifje brëna komunës tash. Falë, vjerë që rëmë. Po, atë dhe dhe refiqë. Unë të gjova shumë, të thashë, që kushte normale. Po, ajte me ty, po ketë përsentin në 2-3 e. Ajtona me ty, po ajtë. Për arsye, që ta njerë, që ta kanë degradu të gjithve, komplet opozite, komplet njerë, arshojnë një ndër nga degradu, ti I ke opozite, sa të 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 arsye. A mos shafë në gjekë vonë që të mërë mishek? A mos të bëjnë, besëm që të bëjnë. O, të vlerë të më bëjnë. Mos të stani, sunda për së vojë se e pionin, kur të këmë nevoj të tjere, ta do. Unë I kuptoj me të bërë reklamë, I kuptoj për të shka, I kuptoj për vërshime, ato fotët me shizme që kini bërë angë, bërë shizme të vrejë, të kote. Qa të dojtë më posë shprej? Po të drejtë e juve me bërë reklamë, po këtë ajë su këtë vënë kërshë. Po, më na py, na degradu, në të plejë. Unë e personalisht nuk leja. Tregova, ku më morë personalisht, me manë me polici, me gjikote që. Po, edhe personalisht. Nuk jetë, që 12 vjetë e këmë ujtë vetë. Nuk e këmë prish vetë për gjithë shka që a keni për mu, mëni, e keni kësë të dërbojë, që 12 vjetë e kësë të dërbojë. Qa më mëjë, që më mëjë. Në gjitha. Për prunë publike që më t'ini akuzu, portalë të juve, e përëndurë të portalë. E I të folë për portalë, para më shumë, sa mas shumë. Mas, tashmë. Nësë më shumë të lërë. Po dhe se që ke po interesant. Ka mundësi që tash pas fjalimit fina qesin portalet. Që kanë personësën e fundit. Pyetja është në një gjithë të marrë, a kishë probleme ata që përnarë, po Që në do shkujnë në paus, po njësë me bërë e komunikim. Si person, I akuzu me mërtonë. Me I këtë rejtë. Që ka një familja jote, vetër, minja jote, pashore jote, nëma jote, familja. Që ka një vetër. Full për vetër të I shku në normës ta në 12, një oktober, fotografia e janë me X, në është të vetë. Nuk e din ajo që ka ndurë. Në mërë në telefonu që ka bo. Kështë për që ta po thamë, për greso e di vetën si jam. Për çka të keni? Qa kom bo? Që du më djerë, që jam asamblet. E keni përqini për vetën, me polisi, me gjikot, me gjitha atu, me media, me fetë. Po, unë nuk e. Portali që ka shku për mu, për Valionin, ka shku për tjesë, nuk e pa përsi me për tjesë, dhe ma për tjesë për vetë. O është pure i levizë dhe rezurse. Jinit publikun, çdo aktivitet ju të kretar, edhe kandidatit për deputet që ka qenë zotina e doktorit në Batiqi. Nuk ka shti ju. Për këtë arsye të du nga juve. Nuk shalut, nali pak. Pushtetin e këpitu, vazhdo punë, reklamur e vetë të sotu. Vigjenë që në analizë për replikës të lutëm të respektojnë. Atëre, e kota shumë Jo, unë jashtë kësaj temës t'juje, ka më të një pytje se në pas ka ishme Okej, se je kon brenda kohës se ke konsumuar. Për këtë arsye, karta të identitetit kur këna me pasë. Po ashtu edhe një pytje tjetër se të shkullova në lidhë me pasë. I melat zyrtare kur do t'i kemi funksionale për
Faleminderit shumë. Atëherë kështu. Të dashur pranishëm, në qenë se nuk ka të tjerë që kanë në pyetje, atëherë unë kam një pyetje, si zakonisht, po. Pra për të përmen po rruga Gjumi, për rruga Gjumi kemi dalë edhe dhe historiat edhe kemi shkuar dhe kemi me trajtu shpejt projekte të ashme ato, po si me arruas një herë, është tashma traditje t'i kuvendit më përmen të rrugë. Unë pyetje tjera për momentin nuk kam, por e konstatoj që ishte përgjigje parlamentare përfundum, kushdo që i kujtohet diçka mas këtij momenti, mundet me shkrim me ndërzu të drejtoritë kompetente të nënkryetarëve ose të kryetarit ose të kryesuesit, nuk ka problem. Unë për marr kështu për përdori pak postin për me dhënë të përgjigje i parit. Hajde. S'kam qove për edhe po kryesisht jam kështu. S'kom e dhënë shpejt. Te laurati edhe te Mixheni folën për organizimin e seancës së dielit. Veç për një gjopë ku vjen keq për të dyve, special Mixheni për të vëndur. Mirë, po këtu, Mixhen, të japin një përgjigje ty dhe lauratit për një të shqetësim që e pat. Ju i përmend do veprime të shkurta të brenda seancës së dielit, po nuk ketë shumë korrekt edhe të regu që i nikon të ujgën në rreshtin e parë. Këto se përmend asnjë asnjë. E dyta, kjo është seancë së dielit, ka qenë, seancë së dielit. Seanca së dielit kemi dashur me konë të fort, ma të përbashkuar edhe me mysafirë tjetër. Nuk do të thonë me pa tjetër me qenë dorë ashtu e asamblejës atë mysafirë tjetër, sepse